Çfarë pritet të ndodhë mes Rozana Radit dhe Gerta Gixharit? Pas 4 muajsh të mbushur me tensione, emocione dhe përplasje të forta në Big Brother VIP Albania, 2 prej konkurrenteve më të spikatura të këtij edicioni, Gerta dhe Rozana, po përfliten për një rikthim surprizë këtë herë në të njëjtin televizion. Në shtëpinë më të ndjekur në vend, dyshen e karakterizonte kontrasti i thellë, përplasjet mes tyre që shpesh të i kalonin kufit e lojës dhe preknin edhe jetën personale, mbajtën në vëmendjen e publikut për javë me radhë. Megjithatë, televizioni duket se ka një afërsi të veçantë për të kthyer përplasjet në spektakël. Burime bëjnë me dije se për sezonin e ri televiziv që nis në shtator, është duke u diskutuar një format i ri argëtues ku Gerta dhe Rozana mund të jenë pjesëkyçe e kastit. Madje emri i emisionit të ri është tashmë në fazë diskutimi në zyrat e drejtuesve të kanalit. A do ta ruajnë vajzat tensionin që i karakterizojnë në Big Brother VIP Albania duke u shndërruar në një dinamik të re televizive, apo ndoshta për herë të parë do t'i shohim në një rol të papritur, si bashkëpunëtore që synojnë të argëtojnë publikun dhe jo të rivalizojnë njëra tjetrën. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.